Mirel Josa ishte i ftuar sot në emisionin Sport News të News 24. Trajneri i njohur tha se nuk e priste që Rej Manaj të fillonte titular për shkak të problemeve shëndetësore që pati, po ashtu Josa thotë se Broja duhet të luajë në qendër të sulmit, mendim ky që vjen para ndeshjes me Letonin. Pjesën e parë nuk na shqetësuan serbët, pjesën e dytë i patën disa momente. Nëse ju kujtohet goditja e Mitrovicit dhe goditja tjetër e mesfushorit serb Zivkovic ose Maksimovic. Mos të harrojmë që edhe ne patëm mundësitë tona, sidomos me depërtimet e Brojës. Nëse realizonim me penallti ndeshja do të merrte rrjedh tjetër, ekipi serb do të hapej më tepër. Broja duhet të luajë në qendër të sulmit, nuk e prisja që Manaj do të fillonte titular me atë gjendje që kishte. Luajti mirë edhe Manaj, pavarësisht problemit të penalltisë, është tik me dy presa ajo, u shpreh Josa në bisedën me gazetarën Trevisa Tufa.